Mesha vigjiljes së Pashkëve në Katedralën e Shkodrës u celebrua nga Arqiepishopi i Shkodrës Imzo Giovanni Peragjine. Në fjalën e tij u shpreh se Pashka është një realitet që duhet ta jetojmë çdo moment të jetës tonë. Gjithashtu Imzo Peragjine dha disa mesazhe të rëndësishme për shoqërinë që kanë të bëjnë me urrëtitjen e smirën dhe akmarrjen. Të besosh në ringjallje do të thotë të ndryshosh veshtrimi, të konvertohesh për të parë dhe për të lexuar ngjarjet e jetës sonë me sytë e Zotit. Jezusi është ngjallur. Ai nuk është më në varr apo në vdekje. Është i gjallë dhe i pranishëm në mes nesh. Shpeshherë, vëllezër e motra, edhe ne të krishterë kërkojmë Jezusin mes gjerave të vdekura. Shpeshherë kërkojmë jetën në zakonet tona pa kuptim, në traditët që kanë vetëm shijen e së kaluarës që nuk ekziston më. Kërkojmë jetën në gjëra që sot janë dhe nesër zhduken. Kërkojmë jetën në një praktikë fetare që nuk ndikon fare në jetën e përditshme. Në një fe të kremtuar në kishë, por nuk bëhet jetë e gjallë. Kërkojmë në marrëdhënie të smura që nuk prodhojnë dashuri, por prodhojnë vetëm egoizëm, urrëtie, zmirë, vetmi. Të jetosh fenë krishterë sot do të thosh të mësosh të shohësh praninë e të ngjallurit në momentën e gëzimit dhe dhimbjes, në sfida e përditshme, të njohësh Jezusin e ringjallur në marrëdhëniet me të tjerët. Nëse jemi më të vërtetë të bashkuar me Krishtin dhe të ringjallur me të, duhet të jetojmë si njerëz të ri. Të mos kërkojmë jetën nga gjëra, në situata të vdekura, si është egoizmi, inat, interesa personale, urrëtie, akmarrje. Të mos kthehemi të varret e së kaluarës, të zakonet që na shtypin. Pashka nuk është vetëm diçka për të besuar dhe për të festuar një herë në vit, por është një realitet që duhet të jetojmë çdo ditë, çdo moment në jetës sonë.